Dhimbje, revolt dhe thirrje për drejtësi nga familjarët e Astrid Hysenajt, 54 vjeçarit që humbi jetën pak ditë më parë si pasojë e përmbytjeve në Durrës. Të afërmit e tij deklarojnë se Hysenaj u mbyt gjatë orarit të punës, ndërsa po pastronte një kanal kullues në zonën e Plepave dhe jo jashtë orarit siç pretendohet nga disa burime jo zyrtare. Familjarët shprehen se kanë pamje filmike që dëshmojnë se 54 vjeçari ndodhej në krye të detyrës në momentin kur u përfshi nga prurjet e ujit. Ata i bëjnë apel institucioneve shtetërore që të ndihmojnë financiarisht familjen, pasi sipas tyre ajo mbaj ekonomikisht vetëm nga rroga e Astrid Hysenajt dhe pensioni në nënës së tij. Familja nuk ishte dakord që ai ishte duke thënë mos shkosë shkosh tek të shushi. Ai prapë vesh uniformën e punës dhe u nis për punë. Kur e pa që nuk erdhi, atëherë familja u shqetësua dhe filluan kërkimet. Dhe në darkë familja u shqetësua akoma më shumë dhe shkon njoftuan policinë. Duke shkuar disa herë tek urgjenca duke pyetur mos ka harë ndonjë i aksidentuar ose i mbytur. Familjarët kërkojnë që figura e Astrid Hysenajt të mos përbaltet dhe që e vërteta e ngjarjes të dalë në dritë. Ata theksojnë se viktima ishte duke kryer detyrën e tij dhe se nuk mund fajsohet për një ngjarje tragjike që sipas tyre lidhet me kushtet e rrezikshme të punës. Edhe siç e tregojnë edhe ato pamje filmike që disponon familja, ai ishte duke mbledh letrat sipër në ujë në disa kushte që asnjë të rrallë janë ata që mund ta bëjnë. Familjarët kërkojnë që ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetojnë që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës që se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur. Që nuk është gjetur më. Nëse ndonjëri ka pamje të kundërta, le të na vënë dispozicion. Që mbas kësaj ore ka qenë duke ikë në shtëpi ose ka qenë këtu. Ne ato që kemi ne 8:25 ka qenë duke punuar. Astrid Hysenaj u përcoll të premten për lëmbanesën e fundit. Fillimisht familjarët kishin denoncuar në polici humbjen e kontakteve me të, ndërsa më pas trupi i pajet u gjet nga polumbarët në një kanal kullues pranë ish repartit ushtarak në Durrës. Ngjarja vijon të jetë në hetim nga autoritetet.